Në fillim, përpara se koha të fillonte, qielli ishte plot me dritë dhe harmoni. Mes engjëjve që lavdëronin krijuesin, kishte një që shkëlqente më shumë se të tjerët. Ai quhej Lucifer, illi i mëngjesit. Zoti e kishte krijuar me bukuri të pakrahasueshme, me mençuri dhe muzikë në shpirtin e tij. Ai ishte rojdari i dritës, ai që udhëhiqte korin e engjëllve me zë hyjnor. Por me kalimin e kohës, në zemrën e tij filloi të rritej diçka që askush nuk e kishte parë më parë në qiell: krenaria. Ai filloi të shihte veten si të barabartë me krijuesin dhe dëshironte lavdinë që i përkiste vetëm Zotit. Në qiell nuk kishte errësirë, por brenda shpirtit të Luciferit filloi të linte një hije. Ai nuk kënaqej më duke lavdëruar Zotin, dëshironte të ishte vetë burimi i lavdisë. Pse duhet që gjithë drita të kalojë nëpërmjet tij? Pyeste në heshtje. Mendimet e tij u kthyen në zjarr që dikte, dhe ky zjarr nuk vinte nga dashuria, por nga vetë admirimi. Ai filloi të përhapte fjalë tek engjëjt e tjerë, duke i bërë të mendojnë se ndoshta mund të ekzistonte një rrugë tjetër, një qiell pa urdhra, një liri pa krijuesin. Por çdo fjalë e tij largonte një grim më shumë dritë nga vetja e tij. Fjalët e Luciferit përhapeshin si një melodi e ëmbël, por brenda saj fshihej helm. Ai fliste për drejtësi, për barazi, për një botë ku çdo engjëll mund të ishte si Zoti. Disa u mahnitën nga elokuenca e tij, të tjerë ndjenin një peshë në shpirt. Qielli, dikur plot harmoni, filloi të përçante dritën nga drita. Ata që e donin të vërtetën qëndruan në heshtje, duke kërkuar udhëzimin e krijuesit. Por Luciferi kishte haruar se drita e tij nuk ishte e tij vetëm, ajo ishte dhuratë. Dhe kur njeriu ose engjëlli e harron këtë, drita fillon të shuhet ngadalë, derisa shndërrohet në hije që kërkon të zërë vendin e diellit. Krenaria u rrit në zemrën e Luciferit, si një zjarr që nuk mund të shuhet. Ai filloi të besonte se ishte i pazëvendësueshëm, se bukuria dhe drita e tij ishin dëshmi e një fuqie të brendshme që e bënte të barabartë me Zotin. Engjëjt që dikur e adhuronin tani e ndiknin, të hutuar nga shkëlqimi i rrem që rrezatonte prej tij. Por në heshtje, qielli nisi të dridhej, sepse asgjë nuk qëndron gjatë kur ndan dashurinë nga burimi i saj. Krenaria e Luciferit nuk ishte më dritë, por një reflektim t'i shtrembëruar i saj. Në momentin që ai e vuri veten mbi krijuesin, filloi rënia e parë, jo fizike, por shpirtërore. Drita e tij filloi të zbehej, dhe engjëjt e dritës pan për herë të parë errësirën lindur nga brenda. Kur krenaria u bë bërthama e shpirtit të tij, Luciferi filloi të mbjellë dyshim në zemrat e engjëjve të tjerë. Ai nuk i ftoi drejtësisht në luftë, por në mendim. Fjalët e tij ishin të ëmbla si mjalt, por mbartnin helm të padukshëm. Pse duhet të shërbejmë gjithmonë? A nuk kemi edhe ne dritë brenda nesh? Shumë e dëgjuan me hutim, disa me frikë, por një pjesë ndjeu një zjarr të ri, një kuriozitet që i largoi nga paqja. Në atë moment, qielli heshti. Zoti e vështronte krijesën e tij të dashur që po thyente harmoninë e amshimit. Engjëjt e dritës filluan të ndajnë rrugët. Disa qëndruan besnik ndaj dashurisë hyjnore, të tjerë u tërhoqën nga premtimet e rreme të pavarësisë. Ishte fillimi i rebelimit më të madh që universi kishte parë ndonjëherë. Në mes të paqes qiellore, një murmuritje filloi të rritet, si erë që fryn mes krahëve të dritës. Luciferi, tashmë i mbushur me mendime madhështie, guxoi të flasë përpara shumë engjëjve. Unë jam ai që ndritson horizontin. Unë sjell dritë. Pse të mos jem unë ai që udhëheq? Zëri i tij kumbonte me një forcë të çuditshme, një përzierje dritë hije që prekte mendjet e atyre që e dëgjonin. Qielli u trondit. Në atë çast, një heshtje e shenjtë mbuloi të gjithë krijesat. Nga troni i artë, zëri i Zotit u dëgjua i butë, por me peshë të pafundme. Ti ishe drita ime, por drita jote tani do të ndritësoj veten. Dhe me këto fjalë, një rreze e ftohtë kaloi përmes Lucifrit. Një ndarje mes dashurisë dhe krenarisë filloi të marrë formë. Pas fjalëve të Zotit, qielli mbeti në heshtje, por brenda shpirtit të Luciferit
u ndez një zjarë që nuk shuhej dot. Ai nuk ndjente më për ulësi, ndjente ma vështi. Unë nuk jam më shërbetor, mendoj ai, unë jam dritë më vete, por kjo dritë nuk vinte më nga dashuria, por nga etja për lavdi. Engjit që e kishin dashur dikur, e pa ndryshimin në sytë e tij. Drita e qetësisë ishte kthyer në flak krenarie. Qielli filloi të lëkundej, jo nga lufta, por nga ndarja e shpirtit. Dashuria dhe krenaria nuk mund të qëndronin më bashk. Në atë qast, një dritë hyjnore kaloi përmes Luciferit dhe engjëjve që e ndiqnin, duke i ndarë përjetësisht nga ata që pasi krenaria u shpërnda mes engjëjve, qielli u mbush me tension të padukshëm. Nuk kishte zhurmë lufte, por shpirtrat ndjenin një përplasje të brendshme. Engjëjt që ndokën Luciferin filluan të ndjejnë peshën e zgjedhjes së tyre. Dashuria e tyre për Zotin apo tundimi i lavdisë së rreme. Në atë qast, Migjeli u ngrit me fuqinë hyjnore që shpërndante qetësi dhe drejtësi. Shkëlqimi i tij e ndriçoi tërë qiellin, duke treguar rrugën e drejtë. Kush është si Zoti? Pyeti ai, zëri i tij duke lëvizur ndër engjëjt si val drite. Luciferi, i mbushur me krenari, nuk mund të priste më. Ai sfidoi rregullin hyjnor dhe një ndarje e pastër u shfaq. Një pjesë e qiellit mbeti besnike, tjetra filloi të ndahej nga drita. Ishte fillimi i një epoke të re, ku zgjedhja mes dritës dhe errësirës do të bëhej përjetësisht e dukshme. Kur sfida e Luciferit u bë e qartë, një ndarje e padukshme filloi të shfaqej mes engjëjve. Disa qëndruan besnik ndaj Zotit, të tjerë ndjekën dritën e rreme të krenarisë. Qielli, dikur plot harmoni, tani ndante energjite. Dashuria hyjnore kundër ambicies së shpërthyer. Luciferi ndjeu se fuqia e tij po zvogëllohej, por zemra e tij nuk pranonte humbjen. Ai mendonte, unë jam më i fortë se këta që qëndrojnë në errësirë. Drita ime do të sundoj, por çdo përpjekje për të sfiduar rendin hyjnor e largonte më shumë nga drita e vërtetë. Ishte një rënie shpirtërore, e para e shumë që do të vinte në univers. Pas ndarjes së parë, Zoti, në urtësinë e të pafund, vendosi të vendos kufit. Luciferi dhe ëngjëjt që e ndoqën u paralajmëruan. Çdo hap larg nga drita e vërtet do të sillte ndëshkimin e tyre shpirtëror. Dënimi nuk ishte vetëm për humbjen e pozitës, por për të ruajtur balancën e qiellit dhe të gjithë krijesës. Luciferi filloi të ndjejë lodhjen e shpirtit, pavarësisht fuqisë së tij të jashtme. Ai kuptoi se krenaria e tij ishte krijuar për t'i dhënë jetë dritës, jo për të krijuar hije. Por tashmë rruga e tij ishte caktuar, një rrugë larg nga pranimi i Zotit, drejt një misioni që do të ndikonte përgjithmonë mbi njerëzimin. Qielli, i tronditur nga ngjarjet, mbajti një heshtje të shenjtë, duke përgatitur terrenin për luftën që do të vijonte për shekuj të pafund. Luciferi, i ndjekur nga engjëjt që zgjodhen errësirën, filloi të zbuloi fuqinë e hijeve që kishte mbledhur. Qielli, i mbushur dikur me muzikë dhe dritë, tani ndihej i mangët pa harmoninë e plot. Dita e parë e rebelimit nuk ishte vetëm një ndarje fizike, por një ndryshim shpirtëror, ku çdo engjëll filloi të ndjejë efektin e zgjedhjes së tij. Ndërkohë, Zoti vazhdonte të ruante praninë e tij simbolike, një dritë që mbante balancën dhe udhëzonte besnikët. Por për ata që ndoqën krenarin, hije të reja lindën, dhe një rrugë e gjatë e sfidave shpirtërore filloi. Ky ishte fillimi i një konflikti që do të ndikonte mbi të gjitha qeniet e krijuara dhe mbi njerëzimin, duke treguar se edhe engjëjt të lavdishëm dhe të ndritur mund të humbin kur krenaria merr vendin e dashurisë hyjnore. Ndërkohë që kohët kalonin, Luciferi dhe ndjekësit e tij filluan të ndjejnë pasojat e largimit nga drita hyjnore. Qielli, i njohur për harmoni të përjetshme, tashmë ishte i ndarë. Engjëjt besnik vazhdonin të ndritsonin rreth Zotit, duke shpërndar paqe dhe mençuri, ndërsa ata që ndoqën krenarin përjetonin ndjenja boshllëkue dhe humbjeje. Luciferi kuptoi se bukuria e tij, fuqia dhe shkëlqimi që e bënin të veçantë ishin dhuratë dhe jo pronë e tij. Por krenaria nuk e lejonte të pendoheshin. Zemra e tij mbeti e mbyllur
dhe hija e shpirtit u shtriu mbi engjëjt e tjerë që e ndoqën. Ishte një kohë reflektimi dhe ndryshimi të përjetshëm, një kujtesë se drita dhe dashuria nuk mund shpërfillen pa pasoje. Luciferi, i ndjekur nga engjëjt e rebeluar, filloi të përballej me realitetin e largimit nga qetësia hyjnore. Qielli, i mbushur më parë me harmoni, tani ishte një vend ku zgjedhjet dhe pasojat shfaqeshin qartë. Çdo engjëll që ndjekte krenarin përjetonte një boshllëk shpirtëror, ndërsa ata që qëndronin pranë Zotit ndiheshin të mbrojtur dhe të ndriçuar. Ky ishte një moment i veçantë, përballja midis asaj që ishte e vërtetë dhe asaj që dukshëm dukej e bukur. Por ishte mashtrim. Luciferi filloi të kuptonte se fuqia e tij, e përdorur për të sfiduar rendin hyjnor, nuk mund të kundërshtonte urtësinë e Zotit. Ai filloi të ndjente një ndjenjë të re, pendese pa mundur për t'u shprehur, por e dukshme për çdo krijesë në qiell. Pas përballjes dhe zgjedhjes së shpirtit, Zoti vendosi një rregull të qartë. Ata që zgjodhen krenarin dhe sfiduan dritën hyjnore, nuk do të mund të qëndronin më pranë qiellit të pastër. Luciferi dhe ndjekësit e tij u ndanë përgjithmonë nga drita e vërtetë. Qielli i mbushur me paqe dhe dashuri vazhdoi të ekzistonte për ata që qëndruan besnik. Ky ishte një mësim i përjetshëm për të gjithë krijesat. Krenaria mund të krijojë shkëlqim të jashtëm, por largon shpirtin nga burimi i dritës dhe dashurisë. Luciferi, megjithse shkëlqente dikur, tani ishte simboli i rënies dhe i pasojave që sjell largimin nga urtësia hyjnore. Qielli mbeti i ndriçuar për besnikët, duke kujtuar se dashuria dhe bindja ndaj Zotit janë forca më e madhe universale. Luciferi dhe ndjekësit e tij u larguan përgjithmonë nga qielli, duke u shndërruar në një kujtesë të gjallë të pasojave të krenarisë dhe rebelimit. Qielli i mbushur sërish me dritë dhe paqe vazhdoi të ekzistonte si vendi i dashurisë hyjnore dhe drejtësisë. Engjëjt e besnik kuptuan se secili zgjedhje ka peshë, dhe se drita e Zotit është forca që ruan balancën në univers. Historia e rënies së Luciferit u bë një simbol i përjetshëm. Krenaria mund të shndërrohet në hije, por dashuria dhe bindja ndaj Zotit nuk zhduken kurrë. Ky dokumentar shpirtëror përfundon me një mesazh të qartë: ndjekni dritën e brendshme, ruani dashurinë dhe respektin për burimin hyjnor, sepse vetëm kështu mund të qëndroni pranë qiellit të pastër. Dhe mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë udhëtime shpirtërore dhe mësime hyjnore.